Kjo është Bibla ime. Dhe kjo është fjala e Zotit. Bibla thot se sot është dita që Zoti e ka krijuar. Unë do të gëzohem, unë do bekohem dhe do ngazëllohem në këtë ditë dhe në vazhdim për çdo ditë të vitit 2026. Në emrin e Zotit Jezu Krisht unë shpall favor të jashtëzakonshëm nga prezenca e Perëndis. Atmosfera ime frymore është ngarkuar dhe do të derdhet me favorin e Zotit. Krau i djathtë i Perëndis do të jetë me mua dhe unë do të ecë bashkë me Zotin. Unë deklaroj mbi jetën time sot se unë do të kem bekim, begati, sukses dhe zgjerim. Unë do të shpall fjalën e Zotit me besim. Dhe favori i do të çlirohet kur unë flas. Zëri im ka autoritet dhe ka fuqi. Dhe kjo është dhënë nga Zoti im. Në 2026 zëri im do të akordohet me zërin e Zotit. Dhe unë do të filloj të besoj. Dhe do të shpall dhe do të flas favorin e Perëndis. Do të flas premtimet e Zotit, bekimin e tij në çdo ditë. Në emrin e Jezus, unë do të marr një përkushtim të ri. Dhe unë do të shpall atë që është brenda meje. Ëndrat e mia, vizionin që Perëndia ka vendosur në mua. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Lavdi Perëndis. Kthehuni nga njëri tjetri dhe thojni, viti 2026 do të jetë viti i begatisë, i një mbjellës, mbill financa, mbill dashuri, mbill kohën tënde dhe do të korrësh me bollak. Në 2026 merr një përkushtim të ri. Përkushtoju Zotit dhe Zoti do të bekojë ty. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Fjala është fjala e Zotit dhe detyra jona është që ne ta shpallim me besim. Vizioni yt ose ëndrat e tua kërkojnë mbështetje nga ty. Dhe dua të sfidoj sot, mbështete veten tënde. Merr një kohë në këto ditë ku të mendosh për 2026 dhe shtro këtë pyetje: si do ta mbështes unë veten time? Zoti kërkon që ti të rrëfesh me besim. Në gojën tënde, në zërin tënd, Zoti ka krijuar autoritet dhe pushtet. Ndonjëherë ti takon njerëz që fillojnë të thonë, po do smure, po do më ndodhi kjo, do më ndodhi ajo, dhe janë gojën plot negativitet. Dhe rrezik, po mos ti takosh një javë, do t'i telefonosh dhe do të shikosh me temperaturë, me sëmundje dhe me shumë probleme. Pse? Sepse e mbollën atë. Dhe normalisht ajo që shikojnë është ajo që korrin. Prandaj sot unë dua t'ju nxis që të merrni kohë për të menduar për favorin e Zotit, edhe të krijoni pritshmëri në zemrën tuaj që Perëndia do të shfaqet fuqishëm në 2026. Lavdi Zotit për 2025-ën, lavdi Zotit për gjërat që Zoti ka bërë në të shkuarën, por Zoti do të shfaqet në 2026. Ti do të jesh i frytshëm,
Ti do t'jesh I favorizuar nga Zoti, sepse Perëndia të ka dhënë autoritet që të mbretërosh dhe Zoti ka hapur një derë frymore para teje. Mendoni për këtë. Zoti ka hapur tashmë një derë frymore përpara meje, një derë bekimi. Zoti ka shtruar një banket, thot Psalmi 23, dhe ai siguron për ty, por ti duhet të ulesh në sofrën e tij. Asgjë nuk mund ta pengojë planin e Zotit në jetën tënde, përveç se ti dhe unë nuk ulemi në tavolinën e tij. Davidi ishte mbret dhe I thot, Zoti ka shtruar gjithçka që më duhet në tryezën e tij, në sofrën e tij apo në tavolinën e tij. Pyetja është, a do ulesh ti? Në tryezën e Zotit ka një ftesë për ty. Kush ka shkuar në një lokal, janë ca tabela që thuhen e rezervuar. Është një tabelë që është e rezervuar dhe poshtë ka emrin tënd. Ajo karige do të ngelet bosh nëse ti nuk ulesh. Prandaj, nxitja që duhet t'i jap sot është ulu në tryezën e Zotit dhe ec me Zotin. Enoku ishte një njeri në Bibël që eci me Perëndin. Fjala e Zotit thotë që Enoku eci me Perëndin dhe nuk u duk më në botë. Enoku u mor lart në qiell. Pse? Sepse ai kishte vendosur një përkushtim në zemrën e tij që gjithë jetën e vet t'ia dedikonte Zotit. Në 2026 merr një vendim për t'ju përkushtuar Zotit. Pra, këtë javë ne nuk do kemi takim lutjesh, nuk do kemi asnjë takim tjetër, por dua që ju të kaloni një kohë reflektimi. Shumë mirë do gëzojmë, do kemi drita, do kemi fest, por ama, gjeni një kohë kur ju të reflektoni. Çfarë duhet të ndryshoj unë? Çfarë do bëj unë më shumë? Sa më shumë kohë do t'i jap unë Zotit në 2026? I kam dhënë 2025-ën, lavdi Zotit. Sa do t'i jap në 2026? Janë gjëra që ne si besimtar duhet të reflektojmë, ti dhe Zoti, unë dhe Zoti në mënyrë personale. Zoti ju afrua Marijes përmes angjëllit të tij, dhe angjëlli I tha Marijes, hija e shumë të lartit do të mbuloj. Hija e shumë të lartit ka të bëjë me favorin e Zotit, ka të bëjë me mantelin e Zotit, ka të bëjë me prezencën e Zotit. Dhe dua që ju ta merrni këtë mesazh për veten tuaj. Ndonjëherë ka njerëz që më thonë, po unë dua një varg vetëm për mua, jo në mënyrë të përgjithshme. Tani bie që Zoti të shkruajë në një Bibël për gjithë secili. Zoti ka shkruar një Bibël. Ne jemi persona të ndryshëm dhe Zoti na flet në personalitetin ton ashtu siç jemi. Prandaj sot, merre këtë varg në zemrën tënde dhe thuaj, Zoti do të më mbulojë mua. Hija e shumë të lartit do të më mbulojë mua. Thoni njëri tjetrit. Hija e shumë të lartit do të më mbulojë mua. Ky nuk ishte thjesht një lajm I bukur, por ishte një premtim hyjnor, një mbrojtje. Ishte një prani ose prezencë që te I kalon çdo frikë, që te I kalon arsyen njerëzore. Prandaj njerëzit sot pyesin si ka mundësi që Jezusi lindi pa baba. E te I kalon arsyen njerëzore, nuk e kupton dot me mendjen tënde. Me këtë kutim kaq të vogël sa kemi ne, 1200 gram peshon truri, nuk mund ta kuptosh dot. Pse? Se nuk e krijove ti Zotin, të krijoi Zoti ty. Ti thjesht duhet ta besosh atë që fjala e Zotit thot. Hija e Zotit nuk është një errësirë, por është strehë. Nuk është një barë, pra nuk është
rëndes, por është mbulimi i Zotit plot me fuqi dhe me jetë. Është një mantel lavdije që të mbulon ty dhe është vajosja e frymës së shenjtë në jetën tonë. Fryma e shenjtë veproi te Maria dhe Maria mbeti shtatzan. Dhe kjo ishte hija e shumë të lartit. Fryma e shenjtë është personi i Trinisë së shenjtë. Ai ka fuqi, por nuk është fuqi, është person me fuqi. Dhe fryma e shenjtë erdhi mbi kishën në ditën e Pentakostit. Dhe prandaj ne sot kemi të drejtë të besojmë që fryma e shenjtë është ai që vepron dhe do bëj gjëra të çuditshme. Nëse të duket që është e pamundur, Zoti mund të bëjë të pamundurën të mundur. Çfarë tha angjëlli Marias? A ka diçka që nuk është e mundur për Zotin? Nuk ka. Zoti mund të bëjë mrekulli në jetën tënde. Një soj si hija që nuk na lë kurrë, edhe na ndjek nga pas. Po kështu është dhe Zoti me ata që e besojnë. Bekimet e tij na ndjekin nga pas. Pra, ne themi kur ecim, lëshojmë hije. Asnjë njeri nuk mund të shpëtojë dot nga hija e vet. Por në këtë rast, ne po flasim për hijen e Zotit. Hija e Zotit është ajo që na pushton dhe ka të bëjë me prezencën e Zotit që do të na ndjekë nga pas. Shpeshherë ne kërkojmë bekime, po fjala e Zotit thotë, nëse ti i binde zërit të Zotit Perëndis tënd, pra Jezus Krishtit, fjalës së Perëndis, atëherë bekimet do të ndjekin nga pas. Në 2026 merr këtë vendim. Unë do përkushtohem më shumë për të lexuar më shumë Biblën. Unë do përkushtohem më shumë për të lutur më shumë. Jam lutur për vete, tani do lutem për të tjerët, do lutem për kishën. Dhe nëse ti bën më shumë gjëra për Zotin, kjo është bindja. Zoti pastaj bën që bekimet të ndjekin ty nga pas. Pse? Se ti po kujdesesh për të tjerët, Zoti do kujdeset për ty. Ai na mbulon me paqe, ai na forcon me praninë e tij dhe na udhëheq me dritën e tij. Ndonjëherë ne ndodhemi në udhkryq dhe nuk dim nga të ecim. Drita e Zotit do t'i japi ty mendje dhe urtësi për të ecur përpara. Maria nuk i kuptoi të gjitha ato që dëgjoi. Por ajo besoi fjalët dhe ne duhet jemi njësoj si ajo që të besojmë fjalën e Zotit. Duhet të kuptojmë se aty ku ka besim, Zoti vepron. Prandaj Hebrejt 11:6 thotë, është e pamundur ti pëlqesh Perëndis kur s'ke besim. Pra, nëse ti ushtron besimin, atëherë ti pëlqen Perëndis. Dhe atëherë Perëndia të bekon. Është shumë e shumëfisht mënyra se si ne besojmë. Ne duhet i besojmë Zotit sipas fjalës së Zotit. Jo sipas teorive të njerëzve, jo sipas historive, edhe jo sipas prallave të pleqve. Ne duhet i besojmë fjalës së Zotit. Çdo gjë krahasoni me Biblën. Dhe nëse ti ecën me fjalën e Zotit, fjala e Zotit nuk na flet për vende të shenjta. Fjala e Zotit nuk na flet për sakrificat që duhet të thërrim të apo të mbajmë objekte të shenjta. Fjala e Zotit na flet ndiq Biblën. Dhe ndërsa ne ndjekim Biblën, Zoti na bekon. Pyetja sot nuk është çfarë i tha angjilli Maris, por çfarë po na thot Zoti neve. Pyetja sot është çfarë po të thot Zoti ty. Çfarë po më thot Zoti mua. Pyetja është, a e ke bërë hijen të Zotin hijen tënde? A e kam bërë unë Zotin që t'jetë hija ime? A qëndroj unë në hijen e Zotit? Apo kam lëvizur pak edhe mendoj sikur jam? Të dish për Biblën, të dish fjalën e Zotit, nuk do thot që ti je nën hijen e Zotit.
Të jesh nën hijen e Zotit do të jesh në këtë mënyrë. Do thotë që hija e Zotit të mbuloj. Shpeshherë hija e Zotit nuk na mbulon. Pse? Ne e dim kush është Zoti, por ne nuk e lexojmë Biblën dhe ne nuk i bindemi Biblës. Ne mund të kemi besim, por nuk kemi virtyt. Bibla thot, besimit shtojni çfarë? Virtytin. Çfarë është virtyti? Mirësia. Nëse ti je besimtar, do të jesh njeri më i mirë. Nuk do të jesh inatçor. Nuk do të jesh ai problematiku i shtëpisë që ti ngre zërin. Nuk do të jesh ti ai që shkakton probleme. Nuk do të jemi egoist. Por duhet të kërkojmë që të ecim me dashurinë e Zotit. Kur Zoti është hija jote, frika nuk ka shans që të qëndrojë. Errësira nuk e ka fjalën e fundit. Kur ti je nën krahët e Zotit, shpresa lind brenda teje. Aty ku gjithçka duket e pamundur, Zoti vepron. Nën hijen e shumë të lartit, jeta jon merr kuptim, zemra jon gjen paqe dhe shpirti ynë gjen gëzim. Shumë njerëz nuk kanë gëzim sepse nuk janë nën hijen e Zotit. Madje shumë nga ata mund ta rrëfejnë me gojë, por nuk e besojnë në zemër. Nën pushtetin e shumë të lartit, rënojat restaurohen, thot profeti Isaia. Kur ti banon në hijen e tij, ti pushon i sigurt, sepse ai është treha jote dhe ai është kështjella jote. Ai do të jetë mburoja jote dhe asnjë e keqe nuk do t'i qaset çadrës tënde. Ky do të jetë mendimi yt çdo mëngjes kur ti ngrihesh. Zoti është treha ime dhe unë banoj në çadrën e tij dhe asnjë e keqe nuk do t'i qaset çadrës time për shkak se Zoti është treha ime. Asnjë shigjete të ligut nuk do të preki. As frika, as sëmundja, as ndonjë gjë tjetër nuk do ketë sukses në jetën tënde. Pra, sëmundja, frika, depresioni, gjitha konflikti, acarimi, mërzitja janë shigjeta të ligut. Po këto thot fjala e Zotit të Psalmi 91, nuk do qasen tek shtëpia ime. Kush është shtëpia jote? Ti. Pse? Sepse ti thua Zoti është treha ime. Dhe unë pushoj në hijen e shumë të lartit. Edhe sikur rreth e qark teje të ketë vap përvëlluese, çka kërkojmë ne? Kur ka vap, ne kërkojmë një hije. Ti do jesh i sigurt, pse? Sepse do jesh nën hijen e shumë të lartit. Zoti është hija ime. Unë i them Zotit ti je treha ime dhe kështjella ime, Perëndia im, të cilit unë i besoj. Ai do të më mbuloj me pëndet e tij dhe unë do të gjej strehë në krahët e tij. Besnikëria e tij do të më shërbejë si mburoje dhe pasmore. Unë nuk kam frikë nga tmerri i natës, as nga shigjeta që fluturon ditën. Nëse ke këto probleme, çfarë do të bësh? Me vrap kur të vesh në shtëpi, hape Psalmi 91, lexoje dhe shpalle për veten tënde. As ka murtaja që erret në terë, as ka shfarosja që bën kërdi në mes të ditës. 1.000 do të bie në krahun tim, 10.000 në të djathën time, por tek unë nuk do të afrohen. Këto janë vargje që unë thash në 2021, kur ishte Covid i vërdall. Dhe lavdi Zotit, çadrës tonë, asnjë keqe nuk ju afrua. Asnjë njeri nga kisha jon nuk vdiq nga Covidi. Pse? Sepse ne shpallëm, besuam dhe rrëfyem. Duke qenë, thot fjala e Zotit, se unë them, o Zot, ti je treha ime, dhe unë e kam bërë shumë të lartin strehën time. Le të shpallim të gjithë. Zoti është treha ime, dhe unë e bëj shumë të lartin. Strehën time. Nuk do të më gjej asnjë gjë e keqe. Asnjë plag nuk do të afrohet çadrës time. Në emrin e Zotit Jezus. Unë besoj që fjala e Zotit e thot. E besoj në zemrën time
Dhe e them me gojën time. Dhe kjo do të ndodhi. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Unë do të lexoj vargun nga Isaia 25:1, që lexoj dhe Aida. O Zot, ti je Perëndia im. Unë do të përlëvdoj dhe do të kremtoj emrin tënd, sepse ke bërë gjëra të mrekullueshme. Zoti ka bërë gjëra të mrekullueshme në 2025, prandaj i falenderoj Zotit. Thoni njëri tjetër, i falenderoj Zotit për gjërat e mira dhe të mrekullueshme që Zoti ka bërë në 2025. Por gjithashtu beso për projekte, beso për ëndra që Zoti ka për të realizuar me besnikërinë e tij në 2026. Krijo pritshmëri që Zoti do veprojë në ty. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Shpeshherë kur unë flas me besimtarë që kanë probleme me ankthin, me depresionin, me shqetësimet, rinë dhe më shikojnë dhe nuk flasin asnjë fjalë. Pse? Sepse kanë krijuar pritshmëri negative. Unë dua që t'ju mësoj që të krijoni pritshmëri pozitive. Filloni të gëzoheni që sot në 2026 mua do më ndodhin gjëra të mira. Në 2026 unë do bekohem. Në 2026 unë do kem plot gëzim. Në 2026 unë do bekatohem. Në 2026 unë do takoj njerëzit e duhur. Unë do kem lidhje hyjnore. Perëndia do veproj fuqishëm dhe unë do t'i përkushtohem. Pra krijoni pritshmëri pozitive. Zoti është duke bërë një gjë të re për ty në 2026. Zoti nuk po rrit duar kryq të shikoj çfarë po bëjnë këta. Zoti nuk ndendi duar kryq kur Eva dhe Adami mëkatuan. Ai thuri planin e shpëtimit dhe plani i shpëtimit erdhi dhe u realizua në Jezu Krishtin 2000 vjet më parë. Premtimet pa ardhur Jezusi donin mira vjet të realizoheshin. Por me ardhin e Jezusit, me ardhin e fuqisë së frymës shenjtë, premtimet realizohen edhe më një herë. Sepse ti beson dhe Jezusi nuk është më në tokë, Jezusi nuk është më në kryq, Jezusi është në qiell. Ai dëgjon lutjet tona dhe ai është avokati ynë, thot Bibla. Për këtë arsye, ato plotësohen më shpejt. Ti nuk ke nevojë të presësh mijëra vjet. E ti mund të thuash, po, shiko pastor, profetisa ia profetizoi, po mbas 500 vjetësh u realizua. Tani do presu 500 vjet? Jo, nuk e se pret 500 vjet. Ato realizohen shumë shpejt. Mjafton që ti të besosh në zemër dhe të rrëfesh me gojë dhe thuash, Zoti po bën gjëra të reja. Isaia 43:19, fjala e Zotit dhe thot këtë, dhe unë kam për detyrë ta besoj, edhe ta rrëfej. Dhe unë i them Zotit, faleminderit Zot që ti po bën gjëra të reja, dhe du të dini që gjërat e reja që Zoti bën janë më të mira, dhe ai vepron ndryshe nga mendimet tona. Këtë du ta kuptojmë tash. Gjë e parë është krijo pritshmëri pozitive që Zoti do veprojë në jetën tënde. Gjëja e dytë, i hapur që Zoti do veprojë ashtu si ai do. Pse? Se i di gjërat më mirë se ne. Ne thurim plane, e rëndësishme është që ti të marrësh atë që ke ndëruar, të marrësh atë që je lutur. Si do ta marrësh, është puna e tij. Kjo është ajo që ai nuk e tregon. Shpeshherë. Pse? Sepse ne nuk do ta pranojmë. Për shkak të natyrës tonë, ne jo vetëm që ndërrojmë, por ne thurim një plan. Dhe shpesh plani ynë nuk është njësoj si plani i Zotit. Dhe Zoti vetë thotë që planet e mia janë ndryshe nga planet tuaja. E rëndësishme është çfarë? Unë do bekohem. E rëndësishme është unë do shërohem. E rëndësishme është unë do begatohem. Si?
Shpesherë me të në Zot, nuk duhet ati fare si. Ta lë ty në dorë. Dhe kur ti ja lë në dorë Zotit, ti fillon me kësosh, unë do kësoj, unë do bekoj. Zotit do më bekoj mua në 2026. Dhe kur ti fillon me këtë lloj gjëje, ti i lë Zotit hapësirë që të veproj. Ai vepron në rrethana të papritura dhe në kohë që nuk përputhen gjithmonë me kohët tona. Pra, kur fryma e shenjtë erdhi, fjala e Zotit thot befas nga qielli. Ti je duke bërë një gjë, bum, befas, Zoti të bën të takosh një person që të ndihmon. Zoti të bën të takosh lidhje hyjnore. Zoti ndonjëherë ta sjell bekimin direkt aty. Prandaj krijo pritshmëri, qëndroj hapur për të lejuar Zotin që të veproj për të pranuar planin e tij. Mund të ndodhi që Perëndia apo bën diçka të re dhe ti ende nuk e ke kuptuar, ti akoma me të vjetërën. Shumë mirë, Zoti na ka bekuar në të shkuarën, do ndajmë dëshmi që Zoti ka bërë kur unë isha pastor në Berat, po më të shumë të ne di kur më ftojnë për predikim, unë ndaj që ka bërë Zoti këtu në Alidem. Gjërat e reja. Faleminderit Zot që më ke përdorur në Alidem, në Berat. Faleminderit që më ke përdorur kino studio, në rruga Ura, në gjithë Shqipërinë me ungjillëzime, por Zoti nuk mbaroi atje. Zoti ka akoma gjëra të reja këtu për ty. Ai mund të ketë hapur një derë përpara teje, dëgjoni me vëmendje. Por ti heziton të hysh në atë derë, sepse nuk përputhet në mënyrën se si ti e ke menduar. Keni kujdes që përpara çdo dere që ju është hapur, të pyesni Zotin, Zot, je ti? Dhe Zoti do t'ju japi një paqe këtu. Nëse nuk do të keni atë paqe, ne duhet të mësojmë të dëgjojmë atë zërin e heshtur të frymës shenjtë në jetën tonë. Nëse nuk e ke atë paqe, nëse nuk e ke atë shtytje, ki kujdes. Pyet e Zotin për çdo derë që hapet në jetën tënde. Mos haro, Zoti është një Zot sovran, që do thotë është i pavarur nga ne. Ai nuk vepron sipas mënyrës tonë, por sipas urtësisë së tij, sipas diturisë së tij të përsosur. Dhe ndonjëherë ka gjëra që ne na duken të mira. E ne themi mirë, do ta marr këtë se mua më duket e mirë. Por mësoni këtë. E mira është armikja e më të mirës. Zoti ka gjithmonë më të mirën për ty. Prandaj kërko që Zoti t'i japi më të mirën. Gjëja e re që Zoti po bën mund të mos duket si ajo që ti kishe në mendje, por mund të jetë pikërisht ajo që ti ke nevojë. Dhe Zoti do t'japi me të vërtetë atë që ti ke nevojë. Izraelitët pritën një hero. Pritën një çlirimtar që do t'i çlironte nga Roma, por Zoti nuk i dha atë. Zoti i dha diçka më shumë, birin e Perëndis. Perëndim të ardhur në njeri që do shkatronte skllavërinë e mëkatit. Dhe ata nuk e kuptuan dhe nuk e morën bekimin e tij. Pse? Sepse nuk e kuptuan, nuk hyn atë derë. Jezusi tha, unë jam dera, dhe ata nuk hyn te ajo derë. Prandaj është e rëndësishme që ne të lexojmë fjalën, të meditojmë mbi fjalën e Zotit. Ndoshta gjëja e re që Zoti po të kërkon në 2026 është koha jote. Jepja Zotit kohën tënde, si e shpenzon kohën tënde. Ndoshta e shpenzon me gjëra të mira të kësaj bote, jo të këqija. Por ama nuk është ajo që Zoti do. Të gjithë kemi nevojë për një kohë cilësore në praninë e Zotit. Jo thjesht do lutem, do bëj vetëm lutje natë hyjje në qiell dhe do iki. Jo, është gabim. Ajo është lutje si model se si ne mund të lutemi. Po Zoti do që ti të kesh një marrëdhënie me Zotin që kur ti të shkosh të lutesh, nëse je i lodhur, shplodhesh. Merr paqe, merr dashuri, merr gëzim. Unë kënaqem me Zotin. Koha më e mirë që unë kam është koha kur unë kaloj kohë me Krishtin.
Sepse ti mund t'i thuash Krishtit gjitha inatet e tua me çfarë do lloj gjëje që ti ke bërë, ja thua atij. Dhe ai ka kënaqësi të dëgjojë ty. Sot njerëzit në Europë kam dëgjuar që paguajnë kastile dëgjues quhen. Vete ky zotëri atje ulet në një koltuk të bukur, edhe vinë njerëzit dhe paguajnë qimet e kokës vetëm që ti dëgjoj ky. Pse? Sepse kanë vetruar Krishtin me njeriu. Ti ke nevojë për Krishtin, mund të shkosh te Krishti, të dëgjon Krishti sa herë të duash ti. Jo 5 herë në ditë, 24 në 7. Jo në 5 mëngjesit, po në 3 mëngjesit, në 2, në 1. Kur do që ti të kesh nevojë, shko atje te Krishti dhe thuaj Zot, unë jam i mërzitur, jam i shqetësuar. Ma kanë bërë pa të drejtë. Mundet? Ku e dim? Po ma ti ja thua Zotit. Dhe prit. Prit që Zotit të flasë. Dhe kur ti të mësosh të dëgjosh Zotin në zemrën tënde, të flasësh me Jezusin zemër për zemër, ke për të parë që jeta jote do të transformohet totalisht. Shumë herë kohën tonë me Zotin na e pengojnë njerëzit, e dini? Shumë njerëz kërkojnë kohën tënde. Por duhet të marrësh, duhet të caktosh prioritete. Mos u jep njerëzve gjithçka, sepse ti nuk do mbushesh kurrë dhe ata do të shterojnë fuqitë e tua. Njerëzit do të marrin aq sa ti u jep. Por është përgjegjësia jote që të kujdesesh për shëndetin tënd shpirtëror, emocional dhe frymor. Ne ndonjëherë themi, se kujdeset Zoti. Jo. Zoti kujdeset, i ka bërë gjërat e veta, por ama ca gjëra do t'i bësh ti dhe unë. Koha ka tek Galatasit 5:22 në fund fare thot vet kontrolli. Është fruti i frymës së shenjtë, ti dhe unë duhet menaxhojmë kohën. Është gënjeshtra më e madhe kur njerëzit thotë, pastor, s'kam kohë të lutem, s'kam kohë të lexoj Biblën, mos e fut kot. Kjo është gënjeshtër. Mos u gënje. Ti mund ta gjesh kohën për të lutur dhe për të lexuar Biblën. Kam punuar në ndërtim në Itali, kam hapur kanale, kam bërë lloj punësh, transporti, por ama e gjeja 5 minuta, ulesh aty dhe lexoja Biblën. Në kohën kur të tjerët pinin duhan, unë lexoja Biblën. Dhe Zoti më bekoi. Pra në kohën kur të tjerët bëjnë diçka, ti merru me Biblën. Ti merru me lutjen. Ti merru me Zotin. Dhe ke për të parë që Zoti do të veprojë. Duhet të bësh rregullime në agjendën tënde. Të gjithë, unë duhet të bëj më shumë rregullime në agjendën time për të shpenzuar më shumë kohë me Zotin. Vendos prioritete. Çfarë do të thotë? Vendos gjëra se si ti do ta shpenzosh kohën tënde. Gjëja e parë që duhet kemi në vëmendje kush është? Duhet të kënaq Zotin tim. Tani, duhet dini, nuk paguajm fare kur shkoj për ungjillizime. Është shumë e lodhshme. Kur vi me këmbë të mpira, me muskuj të mpirë, sepse janë 2 javë që vetëm shko këtu, praktiko atje, dhe ndonjëherë dhe zëri lodhet. Po pse e bëj këtë gjë? Sepse dua të kënaq Zotin. Nuk e bëj se dua të fitoj dashurinë e Zotit. Veprat ne duhet i kemi se s'bën. Besimi pa vepra është mëkat. Dhe është i vdekur. Prandaj ne nuk duhet jemi vetëm llafazan që flasim për Zotin. Por ne duhet jemi njerëz që i bindemi Zotit. Ne duhet të lëmë duhanin për ata që kanë probleme me duhanin. Ne duhet të lëmë alkoolin për ata që kanë probleme me alkoolin. Për ata që gënjejnë, ka ca njerëz që kanë vesh gënjeshtrën edhe pastaj e besojnë dhe vetë kur vjen cikli. Atë që thanë, me Aidën disa herë kemi kapur mak disa të krishterë që na e thanë, mbas 2-3 muaj vjen thonë, ma tha filani kështu, zotri, dhe s'ma ke thënë ti. Jo filani. Dhe i thash dikush, nuk të bën mirë ty për ndërgjegjen tënde me Zotin. Mos më bëra asnjë gjë të keqe se unë e hodha poshtë. E kuptova që ishte gënjeshtër, e hodha poshtë.
Prandaj shumë e rëndësishme që ne të shikojmë jetën tonë, pra në 2026 në që tani filloni, thuaj Zot, çfarë do ndryshoj unë? Për çfarë do pendohem unë? Kujt duhet I kërkoj falje unë? Pse? Se kur bëjmë kështu ne kënaqim Zotin. Mbushum me praninë e Zotit, mbushum me fuqinë e Tij. Shpeshherë unë, kur jam në shtëpi, ngre duart lart, them frymëshin e ja dhe më mbush. Kur ne ngrim duart lart dhe tregojmë dorëzim ndaj Zotit, po është edhe një formë hinke frymore kur prezenca e Zotit derdhet në ne. Shpeshherë kur unë them çdo gjë që armiku e ka nisur për keq, unë marr dorën dhe bëj çdo gjë që ka nisur për keq, unë e kthej në emër të Jezusit në favorin tim. Pra krijoni gjëra të tilla, marrëdhënie të tilla me Zotin, ku ti të mbushesh, të kënaqesh dhe të ndryshosh, të dalësh I ndryshuar nga prezenca dhe nga fuqia e Zotit. Gjëja e dytë që duhet bësh është shërbej Zotit me përkushtim. Kur ti shërben kishës, I shërben Zotit, nuk I shërben pastorit. Mos kërko vëmendjen e pastorit. Kërko vëmendjen e Zotit. Shërbej nga pozicioni I dashurisë së Perëndis, jo nga shpërblimi. Shpeshherë njerëzit shërbejnë në kishë, po duan të shpërblehen. Jo, shërbej nga pozicioni I dashurisë së Perëndis dhe Zoti do të shërbejë ty, do të shpërblejë ty. Shërbej të tjerëve. Në këtë kohë kur kërkesat për vëmendje për kohën tënde janë më të shumta se kur, duhet jesh të selektiv. Duhet jemi selektiv madje edhe me gjërat që shikojmë. Ndonjëherë unë teproj me lajmet. Kam qejf të dëgjoj shumë lajmet. Po dëgjimi ka shumë gjërave negative, u vra, u pre, aksident, korrupsion, ta mbushin zemrën me mlef, do apo s'do ti? Keni kujdes çfarë shikoni dhe çfarë dëgjoni. Shpeshherë nëpër televizione publikohen shere, publikohen shamata, dhe ai që bën këto gjëra është më I suksesshëm. Kjo është gabim. Këto janë gjëra që mbase duhet ti fiki. Dhe të mendojmë për gjërat e Zotit. Jo çdo gjë në këtë botë e meriton për kushtimin tënd. Vetëm Zoti meriton. Dita e diel nuk është dita e qefit. Nuk është dita e shëtitjeve në natyrë. E di si quhet në greqisht? Grekët kur u bën të krishterë janë ndryshuar emrin, pavarësisht se ne si kemi qef si popull. Po unë po flas 2000 vite më përpara, ata I quajtën Kiriaki, që do të thotë dita e Zotit. Pse? Sepse është dita që u ngjall Jezusi. Nuk është dita e diskotekës. Nuk është dita e punës. Zoti ka thënë në Bibël që ditën e 7 duhet ta nderoni dhe të ma jepni mua. Dhe po flisim një ditë me menaxherin e Fafa Hotel, edhe po më tregonte për disa izraelit që janë akoma në besimin e dhjatës së vjetër. Dhe tha, nuk lëvizin as pjatën. Që janë një çuditshëm. Okej, thash, ata kanë në ligj që respektojnë ditën e 7. Nuk bëjnë asnjë punë, vetëm I luten Zotit. Prandaj Jezusi vërtet na çliroi nga gjithë këto vepra, sepse duhet të bësh ka një listë plot me rregulla dhe po si bëre, s'ke bekim. Por Jezus na çliroi sepse ai u bë shtuna jon, thot Bibla. Ai u ringjall ditën e diel. Tani ne nuk kemi dot një ditë në javë që t'ia kushtojmë Zotit. Kështu që duhet ja japim. Duhet të përkushtohemi që t'ia japim Zotit. Duhet ta dini që Jezusi do kthehet. Dhe një nga lutjet thot, lutuni që mos kthehet ditën e shtunë. Mos të kthehet ditën që ai pret që ti ta adhurosh. Sepse po të gjeti diku tjetër, I lave duart. Prandaj ne duhet të mendojmë janë serioze gjërat.
Në janar unë do të bëj një predikim tjetër për ditën e adhurimit të Zotit. Por merre Zotin seriozisht. Do të bekohesh, përkushtoju Zotit. Amen. Le të çohemi në këngë. Mbylli sytë dhe mendo vetëm për veten tënde. I hapur dhe krijo pritshmëri pozitive që Zoti do veproj në këtë vit të ri. Dërsa i mbyll sytë, mos mendo për njeriu që ken të djathtë apo të majt, mos mendo çfarë ke lënë jashtë kësaj salle, për njerëzit në shtëpi, por mendo vetëm për veten tënde. Merr një përkushtim sot dhe thuaj Zot, unë do të vendos ty të parin në jetën time. Zoti është duke përgatitur diçka të re për ty. Kjo e re është e madhe, më e thellë dhe më e mirë se sa mund të imagjinosh dhe të kërkosh ti. Ai është plani mrekullueshëm i Perëndis. Besoj planit të Zotit, dorëzoj kohën tënde dhe ec me besim në atë që ai po hap përpara teje. Zot, unë lutem tani në emrin tënd të shenjtë për vëllezërit dhe motrat e mia, vendose dorën tënde mbi ta edhe mbi to. Edhe lutem tani Zot që prezenca e frymës të shfaqet. Unë lutem Zot që nga sot e deri në 2026 hija jote do na mbuloj. Ne krijojmë pritshmëri pozitive sot. Thuaj bashkë me mua, hija e Zotit. Hija e Zotit. Më mbulon tani. Më mbulon tani. Dhe çdo ditë. Çdo ditë të 2026. Unë krijoj pritshmëri të mira. Unë pres që plani i fuqishëm të veproj në jetën time. Unë do takoj njerëzit e duhur. Unë do kem lidhje hynore. Unë do kem bekim, begati, zgjerim në emrin Jezus. Amen. Haleluja.